Pa një punonjës shëndetësor të mbrojtur dhe të sigurt, nuk ka vazhdimsi të shërbimeve shëndetësore, nuk ka stabilitet në funksionalitetin e institucioneve dhe nuk ka besim nga qytetarët tek institucionet shëndetësore. Kështu deklaroi Ministri i Shëndetësisë Azer Aliu, duke theksuar se në këtë kontekst sot u dha donacion për Institutin e Shëndetit Publik për 7.500 vaksina kundër hepatitit B me një vlerë totale prej $123.450. Për të, ekosistemi më i rëndësishëm që e mban funksional sistemin e shëndetësisë janë kapacitetet njerëzore. Prandaj, përgjegjësia e tyre si bartës e institucioneve është të krijojë në kushte që punonjësit shëndetësor të mos mbeten të vetëm. Pikërisht për këtë arsye, mbrojtja e punonjësve shëndetësor është vendosur si standard për të cilën kujdesemi vazhdimisht që ta mirëmbajmë dhe ta përmirësojmë ata. Në këtë kontekst, sot nënshkruam një marrëveshje donacioni nga Ministria e Shëndetësisë për Institutin e Shëndetit Publik për 7.500 vaksina kundër hepatitit B me një vlerë totale për $123.450 amerikan. Me këtë donacion, duke administruar 3 doza për person, do të përfshihen 2.500 punonjës shëndetësor në institucionet tona. Ministri thot se bëhet fjalë për një masë konkrete parandaluese për uljen e ekspozimit ndaj rreziqeve shëndetësore të punësuarve në sistemin shëndetësor, duke forcuar njëkohësisht edhe sigurinë e pacientëve. Ministri Aliu po ashtu bëri të ditur se siguruan edhe mbështetje shtesë për Institutin për Shëndet Publik, e cila është orientuar drejt forcimit të biosigurisë.